Mirëmbrëma të gjithëve. Sot projektorët e opinionit publik u përqendruan në seancën parlamentare ku prej më shumë se 12 orësh është duke zhvilluar një seancë në të cilën raportuan 2 drejtuesit e institucionit të akuzës, prokurori përgjithshëm Olsion Çela dhe ai i prokurorisë posaçme, i prokurorisë speciale Spakut, zoti Altin Dumani. Në atë që ata kanë rrëfyer, që kanë raportuar në institucionin më të rëndësishëm të shtetit, lajmi kryesor ishte ai konfirmim i lajmeve që kanë qarkulluar në të gjitha mediat shqiptare gjatë fundjavës se numri 2 i qeverisë, zonja Belinda Balluku, është pjesë e një dosje nën hetim dhe është thirrur për të marrë në pyetje në prani të një avokati. Për këtë çështje do të flasim pjesën e parë të këtij emisioni, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për çka ndodhi në Kosovë. Albin Kurti, kryeministër prej gati 5 vjetësh në Kosovë, dje nuk arriti të marrë mandatin. I duheshin 61 vota për të rizgjedhur sërish kryeministër, por mundi të marrë vetëm 56. Me të gjitha gjasat, Kosova do shkoj sërish në zgjedhjen, që në ndërkohë është duke u zhvilluar një raund i dytë, pritet një raund i dytë pas pak ditësh i zgjedhjeve të pushtetit lokal. Është një situatë cejtnoti politik që është krijuar aty, çfarë do ndodhi dhe cili do jetë fati i mëtejshëm politik i Kosovës, do të flasim në pjesën e dytë. Por të kthehemi në pjesën për temën e pjesës së parë, ku kam një panel në studio me 4 të ftuar. Keti Banushi, mirëmbrëma. Shemsi Prençi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Tedi Bushati, mirëmbrëma. Dhe Ermal Peçi, mirëmbrëma. Ndërkohë përmes Skype-it kam kolegun juristin Kreshnik Spajiu. Mirëmbrëma, Kreshnik. Mirëmbrëma, Ilir. Shkurtimisht, cila është risia që të dha sot ty kjo seancë parlamentare e raportimit të prokurorit përgjithshëm dhe shefit të Spakut në parlament? Seanca e sotme dëgjimore ishte një risi e vërtet, kryesisht nga ana e Spakut, sepse unë ndjeva një lloj zhgënjimi për shkak të pyetjeve mediokre të një pjesë të deputetëve, të cilët nuk arritën dot ta shfrytëzonin mundësinë e ballafaqimit për një transparencë dhe kërkesë. Shpytja ata nuk i lanë të lexonin pyetjet, nuk morën vesh pyetje kishin bërë. Po, sigurisht, pikërisht, pra, dhe pjesa më e madhe ishin dhe në konflikt interesi dhe lexoheshin mendimi i tyre lexohej përpara se të bënin pyetjen për shkak të interesave që janë të implikuar në çështje të ndryshme. Por ajo që unë do të vlerësoja shumë shkurt në 3 pika do të ishte ajo që ishte risi sot, që ja vlen që të jetë temë debati kudo, është që Altin Dumani për herë të parë deklaroi që në Shqipëri nuk ka asnjë politikan që të jetë pjesë e lidhjes me bandat apo krimin e organizuar. Pra, profesionalisht, Altin Dumani i vuri kapak një debati të anatemuar apo të ashtu quajtur narkoshtet. Pra, duke thënë që të kuptova, Kreshnik. Faleminderit, të lutem qëndroni linj. Keti, kthehemi tek dosja. Çfarë të reja ka nga Spaku për numrin 2 të qeverisë? Në fakt, lajmet që kanë qarkulluar këto ditët e fundit jo se ishin të panjohura për ne, gjithmonë që kemi pasur takim me kreun e prokurorisë posaçme, ndryshe nga deputetët që tha Kreshniku nuk e shfrytzuar, ne kemi shfrytzuar për çdo informacion që kemi pasur dhe për çdo dosje që është në prokurorinë e posaçme. Sa i takon tunelit Llogaras, ai na e ka pohuar edhe në takime që ka bërë me ne që është një çështje që po hetohet dhe kjo nuk është çështje e re. E reja për mua është fakti që është shënuar në regjistër emri i zëvendës kryeministres. Çfarë do të thotë të shënuar në regjistër? Është regjistruar me emër procedimi në emër të saj dhe fakti që do thirret pra është një person, me pakta është një person në hetim. Një person në hetim. Pra faza e parë është që merresh në pyetje si person në dieni, deri në këtë momente nuk e kemi parë për këtë çështje të merret në pyetje si person në dieni, është marrë për çështjen e incineratorit të Tiranës, se pasi ka qenë dhe më parë në prokurorinë e posaçme, ndërsa sa i takon çështjes së tunelit të Llogaras, është një çështje që ishte në hetim, ne kemi raportuar edhe faktin që prokuroria e posaçme ka kërkuar sekuestrim të dokumentacionit në muajin prill,
dhe që merret në pyetje dhe që është thirrur, megjithëse nuk e kemi të konfirmuar zyrtarisht këtë fakt, janë lajme mediatike më shumë se sa kemi kërkuar informacion zyrtar. Ka qenë e njëjta përgjigje që u dha dhe sot nga kreu i prokurorisë posaçme, që nuk kemi për të ndarë asnjë gjë në lidhje me këtë çështje, por nga informacionet që kemi marrë, është thirrur të thirrur të vi në SPAK në praninë e një avokati. Çka do të thotë që do të vi si person nën hetim, pasi prania e avokatit të nënkupton, dhe në një fazë tjetër mund të merret dhe pa ndehur nëse do të avancojnë dhe hetimet, dhe për tunelin e Llogaras. Nuk dihet dita se kur do të vi, pasi nga informacionet që kemi thënë. Pra hetohet edhe për tunelin e Llogaras. Po, pra, më thonë, kjo është në fakt ajo që është marrë në hetim për 50 milionshin apo për mbikëqyrjen e punimeve të tendrit të Llogaras? Për tenderin e tunelit të Llogaras. Gjithmonë këtë e kemi si informacion, por nuk kemi më shumë detaje. Sepse në media ka dalë donë sikur për tenderin e mbikëqyrjes së punimeve që ishte diku te 2 milion euro. Pra nuk është për 2 milion euro, po është për 150 milion. Nuk kemi dokument të shkruar që ta kemi parë, dhe kemi informacione që është për tunelin e Llogaras, për tenderin e tunelit të Llogaras. Kjo është informacioni që kemi dhe me sa kam dëgjuar, nuk e dim nëse gjithmonë jo të konfirmuara zyrtarisht, që zonja Balluku ka kërkuar që këto ditë, këto javë është angazhuar me takime jashtë vendit dhe kalon një datë tjetër për të paraqitur. Pra këto janë informacione që qarkullojmë. Kemi kërkuar në fakt prej 2-3 ditësh informacion zyrtar, që theksova, ka qenë njëjti qëndrim që u mbajt dhe sot. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur dhe në raste të tjera, si për shembull si për zotin Velia, si për zotin Ahmedin. Në të gjitha çështjet që janë në hetim, ky qëndrim është mbajtur dhe ne kemi munduar t'i zbardhim në momente të tjera kur ata janë paraqitur që në shumë raste kanë planuar të flasin, në shumë raste s'kan planuar të flasin, por në këtë fazë ky është qëndrimi që është mbajtur. Dihet që dosja M është dosja e Ervis Berberit, ajo është dosja që ka prodhuar shumë dosje të tjera, por ish drejtori në rrugëve të arrestuar të zonjës Balluku, ai u arrestuar për korrupsion në vitin 2024. Gjatë kontrollit në banesë janë gjetur 4 telefona, është zbërthimi i këtyre telefonave që ka sjell dhe hetime të tjera, mes tyre është dhe hetimi për kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, edhe ai është një person që po hetohet. Është edhe zoti Benet Beci ishte në hetim. Po, por në kohën kur ka qenë drejtori i Keshit, pra dhe kjo është dosja e tretë që prodhohet nga telefonat e Ervis Berberit. Po çka kanë gjetur në këto telefona? Komunikime të shumta dhe sa i takon këtij tenderit të tunelit Llogaras, komunikime që ka patur edhe me kompani lobuse që ka lobuar dhe me persona të tjerë që kanë ngritur dyshime që mund kemi një paracaktim ose të këtij tenderi. Pra këto janë informacionet që qarkullojnë, mbetet për të verifikuar. Thash që zyrtarisht nuk na është konfirmuar as thirrja dhe as informacionet tjera. Këto janë informacionet që kemi mundur. Është negociuar, çfarë thon prokurorët? Ka pasur presion sepse opozita thotë domun që i është ushtruar presion prokurorit, thotë zoti Berisha. Ti ishte ushtruar ati prokurorit presion, ai nuk do vazhdonte me... Ai është e treta dosje që po heton për këtë çështje. Është prokurori që ka hetuar dhe incenatorin Dritan Prençi, është prokurori që po heton dosjen e incenatorit të Fierit dhe incenatorin e Tiranës, ka dhe në duar dhe dosje të tjera, është prokurori që mori të pandehur pak ditë më parë edhe shkrelin e Bashkisë Vau të Dejës, mori kryetarin e Bashkisë Kolonjës, pra është një prokuror në fakt që nuk shoh që ka presion, sepse po vazhdon dhe po merr persona të pandehur që nuk janë persona të thjeshtë, mund të them. Si e gjykon numri 2 i qeverisë në hetim? Shiko, sot seanca... Ose në qoftë se ke informacione nga burimet e tua edhe mund t'i ndash me publikun? Përsa i përket... Për këtë që po diskutojmë. Po jo të gjitha. Po mirë, sa ato që gjykon se duhet ndarë. Sepse do më paragjykojnë pastaj se kam të njëjtin mbiemër me prokurorin. Jo, keni ndryshoni, Prençi me Premçin. Po, keni... Ska Prençi dhe Premçi, ka vetëm Prençi
me ju L. prejnë që jeni. Të dy bashkë. Ke të bësh me Nuk e ta, dinim. Pa tjetër që kam bëj. Dhe e përshëndes edhe për punën që po bën, shumë serioze. Pavarësisht se politika është në hall. Prokurorët janë në punë. Spari seanca maraton sot e raportimit të dy zyrtarëve më të lartë të organit akuzës, nxorri në dritë që vetë Dumani pranoi që numri 2 i qeverisë është në hetim dhe është thirrur për t'ju komunikuar akuza për të marrë pandehur. Për faktin sepse është zyrtarja më e lartë për të cilën ka materiale kokëforte, cilat janë këto materiale të gjetura në numrat e telefonit të varësve të zëvendës kryeministrës. Dhe komunikime të turpshme. Para disa ditësh, zonja Balluku u shpreh se ishte një nga personat më të përsekutuar në Shqipëri, se familja saj kishte bërë 110 vite burg dhe internim. Mirë, është fakt i njohur. Po. Por me një ndryshim, sepse komunizmi zbulonte grupe tradhtarësh brenda partisë, kurse tashmë Partia Socialiste zbulon grupe tradhtarësh dhe hajdutësh. Dhe zonja Balluku tashmë publikisht është hajdute. Është normal. Problemi tjetër, ndryshe nga miku im Kreshnik Spahiu, Altin Dumani për disa çështje i përmendi politikës të djathtës së të majtës sot dhe i tha që zyrtarët e lartë dhe ish zyrtarët e lartë të qendrës dhe të bazës janë të implikuar në krimin e organizuar për tjetërsimin e pronave të shtetit. Kush nuk e ka lexuar s'ka qenë i vëmendshëm. Vetëm në një zonë të lakmueshme, dy grupe kriminale kishin 600.000 metra katror tokë e barabartë me 60 hektarë ose 600. Kishin dhe hipotekën kishin dhe hipotekën. Kishin dhe hipotekën nën kontroll. Po pikërisht pra. Po. Por të kthehemi tek tek çështja Balluku. Tha Doni janë zbuluar komunikime të turpshme. Çfarë? Prit pra, sepse edhe Balluku akuzohet dhe për pronat, për detin, atje tek porti i Limjanit. Ka çështje për detin tek porti i Limjanit, ka çështjen për llogaran, materialet të cilat do e qoshin sot në akuzë, kanë qenë materialet për supervizimin dhe kolaudimin e punimeve të tunelit Llogaras e barabartë me 2 milion euro. Në atë bisedë për këtë tender, që kanë qenë 3 kompani konkurruese dhe janë menjanuar, është shkelur barazia në tender duke favorizuar një kompani e cila ishte e varësve të Ballukut. Ata mund të kenë ngrënë dardha pas shpinës së saj, çfarë ka kjo? E thash që në fillim unë. E thash që në fillim. Atëhere ishe grup të tradhtarësh, tani han dardha mbrapa shpine. Pra dhe hajdut. Pra në këtë kuptim, Balluku jo vetëm për këto, ka probleme edhe me inceneratorët, të cilët kanë ancuar në hetim. Është fakt që i ka i njëjti prokuror, është fakt që pavarësisht nga ngarkesave që kanë prokurorët, por kanë prova të pak kontestueshme për të cilat duhet operuar me shumë kujdes. Për faktin se ujit shkon në një mullim më lartë. Dhe unë kam bindje që me kalimin e kohës këta zbulojnë njëri tjetrin, e shesin njëri tjetrin. I tregojnë shokët do, nga sin filmat me debatik. Nga sot, Balluku nuk i ka kolegë më këtë spakut, ashtu si ish kryetari i bashkisë. Dhe rruga e Ballukut tashmë nuk është në lulëzim, por është drejt rënjes. Për faktin se është implikuar shumë. Unë kam thënë në një studio tjetër që ky pushtet nuk qeveris me intelektual, profesionist dhe njerëz që kanë eksperiencë në menaxhimin e sektorëve të ndryshëm në Shqipëri. Këtu qeveriset me dallkauk. Rama i ka përzgjedhur dallkaukët, i shfrytëzon,
i shtrydh, i detyron të vjedhin bashk dhe në fund i shet. Besoj që këtë fund do të kenë të gjitha ata që janë të implikuar. Për sa kohë, Spaku, sipas meje, ka një prapavi shumë të fortë, mbështetjen e aleatëve tonë strategjik, të cilët realisht nuk do ta lejojnë Spakun dhe prokurorin në tërësi që të bjerë në duart e këtyre njerëzve që janë të babzitur, jo se s'janë të ngopur. Kanë morë shumë. Janë rreth 11 miliard ka raportuar vetëm kontrolli i lartë i shtetit që është bërë patërdi në buxhetet ndërvite në 10 vite. Problemi qëndron që këto janë të babzitur. Edhe kur ngopën, prap duan të vjedhin. Dhe është e habitshme. Ermal? Shko, do duhet... Çfarë të reja shketi si gazetar nga kjo çështje? Nga kjo çështje, unë po të them vetëm perceptimin e zhvillimeve, sepse shumë pak kanë dalë informacione mbi pjesën sepse po jetohet zonja Balluku, apo për të dhënë edhe informacione detajueshme, por unë do të them, zoti Babaramo, që në të tilla raste kur vetë situata dhe vetë ka goditje në të tilla nivele, është i lajmi mirë për shqiptarët. Për shkak se duhet kuptojmë që zonja Balluku ka qenë njeriu më me pushtet politik në Partinë Socialiste, cilin ja ka deleguar kryeministri dhe vetë zoti Rama. Duhet kuptojmë që askush nuk ka pasur një portofol kaq të fuqishëm sa zonja Balluku, duke qenë dhe zëvendës kryeministre dhe ministre e transporteve. Gjithashtu vetë Spaku në fakt po jeton disa çështje, mos gaboj dhe Thuman Kashar, që përsëri lidhet me rrugë të cilat janë firmosur nga zonja Balluku, kështu që duhet kuptojmë që një hetim i thelluar mbi çështjet që lidhen me ministrin që ka zonja Balluku, apo me vendimarin që ka pasur zonja Balluku, mendoj që do të zbërthej jo vetëm se çfarë ka ndodhur në realitetin apo në bashkëpunimin oligarki, ekonomi dhe politik, por besoj do të tregoj akoma më shumë. Fakti që ka pasur disa sekuestrime telefonash pra njerëzve të afërt zonjës Balluku, ne kemi parë që shpeshherë për shkak të një mendje lehtësie që kanë pasur funksionarët shqiptarë, sepse kanë menduar që do të ishin pa prekshëm dhe nuk do të vinte kurrë dita që do të ishin përballë drejtësisë, shpeshherë janë treguar fëminor duke shkëmbyer mesazhe dhe duke lënë indicie apo prova të cilat më pas kanë treguar në shumë raste deduksione të ngjashme që eksponentë të tillë të cilët kanë bërë këto gabime kanë përfunduar pas sekrave. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj që do duhet shohim që çfarë do të sjellë Spaku, sepse kjo është vetëm hapat e parë. Po kur të thellohet akoma më shumë, do të jetë si një kuti Pandore që mund të rrezikojë dhe themelet e vetë kryeministit Rama. Okej, zoti Kompliku, edhe ndjes për që parë se ju e familje vetë më dha të Shkodrës ja mbivendoseni në subkoshiencë me njëri tjetrin. Atëherë, unë po merrem me pjesën e propagandës, pra që shitet që nga seanca e 9 tashmë në Parlamentin e Shqipërisë, dhe patjetër që i grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe i opozicës në përgjithësi, mision kryesor ka me xhba propagandën që shitet, sepse Partia Demokratike nuk e njeh atë parlament, megjithatë ka pranuar me hi në atë institucion pikërisht për me xhba propagandën. Dhe sot ishte po prapë e njëjta tentativë me prish seancën për mos mu bë ata pyetjet, dhe mos u vendos mu marr pyetjet ishin vetëm të shkruar, nuk u lejuan mu artikulu etj. Për sa i përket rastit të zonjës Balluku, nuk është e para, pra është e rrallës për sa i përket gjithë bashkëpunëtorëve më të ngushtë zotit Rama, dhe gjithë kanë të njëjtin emërus të përbashkët, janë të përzgellur nga vetë kryeministri i Shqipërisë. Ajo që është e çuditshme është se si ka mundësi që pavarësisht se gjitha rrugët të çojnë te Rama, personi në fjalë nuk është marrë asnjëherë të paktën për dieni të fakteve. Pra, zonja Balluku, pavarësisht se për një gjë krejtësisht periferike në krahasim me çka ka bë korrupsion, pra tunelin e Llogaras, për rrugën më të shtrenjtë që është shtruar në gjithë botën për metër, për Tigri 1, Tigri 3 dhe tjera afera që ish zëvendës kryeministri e qunë damin që ka bërë zonja Balluku të krahasueshëm me buxhetin e shtetit. E njëjti rast kena pas edhe me zotin Veliaj, pra që merren me diçka krejtësisht periferike në krahasim me rastin e incineratorëve, edhe kur futen tek incineratorët e fragmentizojmë çështjen për ta bërë si diçka sporadike e zgjedhjeve personale të bashkëpunëtorëve të zotit Rama, duke mos e konsideruar si një krim, si një organizatë kriminale, dhe ky është problemi kryesor. Pra, këto janë persona që dënohen, por
përveç përgjegjësisë penale që është patjetër e zonjës Balluku dhe gjithë atyre që kanë lënë gjurmë, po themi, pra se kapin vetëm ato që kanë lënë gjurmë për arrogancë tyne dhe paprekshmërisë që kanë pas në këto 12 vite, këtu ka një përgjegjësi morale dhe politike që zoti Rama nuk e marr asnjëherë. Nuk e marr asnjëherë dhe për sa i përket zotit Dumani, që i quhen pra këto krimet elektorale që janë proces që nuk ka zgjidhje për disa krime sepse janë shumë të vështira mu kuptu, dhe s'pas ka asnjë lloj lidhjet me krimin e organizuar as të deputetëve anonim që marrin mira vota apo aty në deputetëve që pra në moshin kriminal me dal jashtë rrethimit të policisë. Pra këtu ka një absurditet total dhe patjetër ka disa kocka që i lëshojnë opinionit publik me çfry dhe me sa duket edhe rasti i zonjës Balluku po shitet si kur drejtësia po vepron, megjithëse sot dita filloi me lajmet e një deputeti të opozicës që paraqitet në SPAK. Pra me kriju idenë e... Këtë duhet të numri 2 i qeverisë, ku të shkoj më lart, vetëm Edi Rama ka ngelur. Pikërisht pra, gjitha rrugë çojnë te Rama dhe asnjëherë Rama nuk merret si person ndjen një ngjarje. Ndoshta kjo rrugë ka disa stacione. Po bëhen shumë stacione gjata dhe po bëhen zgjedhje mas zgjedhje që stacioni kryesor po fiton. E qartë. Kur pritet të shkoj, e pam kur doli lajmi të premten që ishte, po shkonte nga Zyriu, nga Gjeneva, në Bern. Dhe fliste Samirjan e kurudhat aty, dhe pse jo në një të ardhme të afërt, ne të udhtojmë nga Gjeneva në Tiranë me tren. Okej, në kuadrin e asaj që të tregonte vetë ndodhjen, locationin e saj, po kur pritet? Ka ndonjë informacion kur pritet të shkoj në SPAK? Në fakt, nuk e kemi këtë informacion, pasi ka qenë një komunikim që ka pasur vetë zëvendës kryeministja me hetuesit, që theksova, nuk japin informacion zyrtar. Asnjëherë nuk na kanë thënë, nuk na kanë treguar që se kur do vi X ose... Ajo ka kontaktuar vetë, apo përmes avokatit ka negociuar anullimin e datës së sotme? Kam përshtypjen që ka kontaktuar vetë, pasi ftesa i është bërë asaj për të paraqitur. Dhe ka kontaktuar vetë duke përcaktuar që në këto ditë nuk ka qenë e pranishme dhe do të paraqitet në momentin që do të jetë e pranishme në ambientet e prokurisë. Nuk është herë e parë që ka ndodhur edhe me zyrtarë tjerë që i kanë shtyr për shkak të angazhimeve që kanë patur. Por çrëndësi ka, është një vendim që ka marrë prokuria e posaçme në mos tani, mbas dite, ne aty jemi do ta shohim kur të vi. Nën kryetari i PD-s dhe kryetari i grupit parlamentar tha që edhe vetë zoti Rama i ka bërë presion prokurorit që mos ta thrasi dhe do ta shmangi hetimin e zonjës Balluku. Ke konfirmon apo? Nuk e kam të informacion, ose nuk na është bërë prezent edhe qoftë edhe në rrugë shu shoqërore që kemi aty komunikime prokurorët, nuk e kemi parë. Zoti Dumani e ka përgënjeshtruar sot, ka thënë s'ka asnjë presion prokurorit. Zoti Bardhi tha që i është bërë foli për veten e vet. Bi deklarata publike të zotit Bardhi s'mund ta marrim referencë sepse shpeshherë ka ndryshuar qëndrim dhe lët që këtë diskreptancën në realisht midis deklaratave politike dhe deklaratës profesionale të Dumanit, duhet të prevaloj deklarata e Dumanit. Pa i tha për veten e vetë, nuk tha për prokurorin e çështjes. Prokurorin tha, nuk ma ka shkruar dhe akuzat për Berishën e po ndryshoi. Marë për sipër se jam në mbrojtje të çdo prokurori të prokurisë speciale në aspektin e presioneve. Dhe nuk i ndjejmë këto presione. Fakti që kemi proceduar, zyrtar të lartë, fakti që një zëvendës kryeministër është narrati. Fakti që zëvendës kryeministja sot ka pas për të paraqitur. Unë nuk besoj tek programi qeveritar, sepse programi i qeverisë, i zëvendës kryeministës, do të ishte publike, do të ishte një javë përpara që do të rrugtoj për në Zvicër, apo për në Gjermani, apo për në Hollandë. Ndërkohë që SPAK-u ja ka dërguar fletëthirrjen që ditën e mërkurë të javës kaluar dhe është bërë publike për opinionin publik. Pra që para 10 ditësh? Të mërkurën para 5-6-7 ditësh. Okej. Po programi, ne dim fletëthirrjen e SPAK-ut dhe s'dim programin e qeverisë se ku do shkojë zëvendës kryeministja. Imagjino se sa larg jemi. Pra kështë një pushteti korruptuar, Ilir. Pra se fakti që unë edhe këtë shmangjen e konsideroj një veprim kalamajsh. Se do shmangësh një ditë, do shmangësh 2 ditë, po nuk ke ku t'ikish pa u paraqitur.
Se edhe nëse ju kujtohet Velia kur bëri një fluturim urgjent për të shkuar në Amerikë dhe u kthy përsëri sepse u hap lajmi se u arratis kryetari i Bashkisë Tiranës. Jo, hap lajmi që shkoj të kërkonte ndihmë te Sorosi. Nuk e di unë ashtu kërkojnë ndihmë tani, këto mos t'i bëjmë analizë sepse se e kalojmë në humor. Realisht ai tentoi të iki, por e dinte që është tepër e vështirë sepse po të futin dorë s'paku të kërkon edhe atje. Se po ikin edhe këto baronët e drogës, këto krerët e organizatave kriminale të krimit organizuar. Por viti 2024 Dumani tha ka qenë i suksesshëm. Edhe 2025-a, jo në ekstradime, në konceptin e mirëfill të ekstradimit, po deportime të argumentuar ndryshe ose bashkëpunime të Interpolit me policinë shqiptare, dhe kemi nga Emiratet e Bashkuar plot njerëz që kanë ardhur. Pra, është forma e re e bashkëpunimit të Interpolit me policinë shqiptare, s'kemi të bëjmë me ekstradimin nëpërmjet Ministrisë Drejtësisë, por kemi të bëjmë me deportime si rezultat i bashkëpunimit policor në kuadrin e bashkëpunimit të Interpolit me Interpol Tiranën. Në këtë kuadër, këto e dinë mirë se s'kan ku ikin, sepse nuk janë të panjohur për opinionin publik dhe ato ndërkombëtar. Po edhe ata që janë në Zvicër do të belbezojnë ca kohë sepse nuk janë të papërlyer. Pavarësisht se ka interesa të caktuar për t'u përdorur për momentin, për të goditur. Shiko, ai thot të populli një shprehje turq që ai shkop që shkund arrat në fund thyhet dhe vet. Kështu që unë nuk besoj që mund t'i shmanget kush. Po, është argument që këta zyrtar janë keq përdorur nga i pari tek e fundit, nga kreu i qeverisë, se është e pamundur një kryeministër që firmos bonus 8 pikë apo 30 pikë. Çfarë çështje e duke folur? Për një kompani, po flasim për incenerator që për një kompani që nuk ekzistonte në letra, as e regjistruar në QKB. Pra, po, kjo është një argument si ka mundësi, kjo është prova më kokforte. Ti ke dhënë bonus një kompani që nuk ekziston dhe nuk thirrësh në SPAK qoftë edhe një herë. Këtu Altin Dumani nuk mund ja përgjigje as opinionit publik as parlamentit. Megjithëse unë realisht kam vretje të jashtëzakonshme për deputetet e Partisë Demokratike. Se Partia Socialiste kishte marrë vendim për të mos e pyetur fare Dumanin. Por në një seancë të ditur përpara, që kanë patur kreun e SPAK-ut dhe të prokurisë përgjithshme edhe në grupet në komisionet parlamentare, disa ditë përpara, dhe të mos kishte pyetje profesionale, ka plot jurist grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nuk i pam ç'pyetje kishin bërë. Jo. U lexuan pyetje. U lexuam pyetje. Ishin pyetje për hall, shumica e pyetjeve u lexuan, por gjithë pyetin për Irena kishin bërë një retrospektiva ishte e gjatë e problemit dhe në fund ajo pyetja thelbësore që duhet i drejtohej Dumanit ishte për të ardhur keq. Dhe kishte edhe pyetje serioze, por argumentimi, analiza, raportimi i punës një vjeçare të organit që ka më shumë se çdo organ tjetër impakt në opinionin publik, pra grupi parlamentar i Partisë Demokratike pothuajse ishte i paprgatitur. Çfarë pyetje do duhet bënte për shkak që nuk u bë sot gjatë kësaj? Sepse për interesin publik, çështja e krimit zgjedhor u pyet nuk dha si përgjigje, pra profesionale, e përgjithshme por profesionale është. Në çfarë faze jena për hetimin e krimit zgjedhor e para? Çështja me Gonigal. Pra është një çështje prapë me interes nal publik, sepse ajo është ideja. Në 54 pyetje, nëse kena 3 pyetje për mënyra e drejtimit për njëshmërinë e opinionit publik, nuk është konkretisht çfarë do duhet ishte për shembull. Që mungoj tek pyetjet. Përse e mbyllën gojen deputetët e Partisë Demokratike kur ai përmendi tokat në Bregdetin e Durrësit? Dakor, cila ishte pyetja? Po cila ishte pyetja që nuk u bë? Cilat ishin pyetjet që nuk u bën? Cila pjesë nuk u prek? E dini ju që Shqipëria është shkatërruar me programin Shqipëria një euro dhe programin e investimeve strategjike? E dini ju që në pushtetin e Partisë Demokratike janë vjedhur gjithë pronat në Bregdet? Po pra domethënë Partia Demokratike do duhet pyete. Dakor, Partia Demokratike do duhet pyete për disa çështje të kohës qeverisës Partisë Demokratike. Jo, do t'i pyete për të gjitha. Më vjen keq.
por duhet... Nuk e kuptoj logjikën, pra. Dakord, edhe sikur të jenë të vërtet ato që thonë ju, janë problematike. Plotësisht dakord. Se duhet Partia Demokratike me shmang njënë nga ato pyetje që ka bërë dhe cila do duhet të ishte pyetja që i mungoj debatit 12-orësh. Plot pyetje tani pa. Sepse ai doli shumë qesharak, domethënë, u tentu mu prish procesi i marrjes në pyetje të zotit Domani, pra me teknikalitete, siç bëhen për 9 seancave, dhe në ato pyetjet me njëshmëri për opinionin publik, u anashkalun nga Domani. Pra, krimi zgjedhor me Gonigall për shkak nuk u dha si përgjigje, po punohet. Të njëjtën gjakon edhe më përpara, kena të bëjmë një krim intelektual që ne nuk mundem të shkuaqim në thellësi. Pra janë përgjigje mediokre. Nuk i kam një gjitha pyetjet. Ai ndoqet pyetjet për zgjedhje, të lutem shumë. E di çfarë fliti atje? Aty fliti për një informacion, fliti për një qendër votimi që ka pas kaq flet votimi, po s'ka pas kaq. I tha zoti Boçi, i tha, isha i gatshëm, vetë zoti Dumani i tha, të ktheva përgjigjet, ka marrë në telefon, kam vërtetuar çfarë më ke thënë ti dhe s'ka pas prova. Përkundërzi, të njëjtën gjë ka bërë me zotin Bylik Bashi, zoti Boçi i tha, unë kam qenë i gatshëm me dëshmu dhe sekretarja juaj, bakon që nuk ju pres. Vetëm se nuk e kishte prit në zyrë. Po shiko. Po mirë, këta janë edhe një herë pyeta, cila është pyetja që do duhet bante Partia Demokratike? Konkretisht pra. Cila pjesë u tha dhe cila pjesë nuk do duhet të bëhet, sepse është shumë e përgjithshme kjo. Zoti Spaju tha ishin mediokër, por nuk e cilësoj që është mediokriteti, dhe unë për cila është pyetja që nuk u bë. Në vitin 2024 është arrestuar një deputet që bashkëpunonte me grupet kriminale? Po, Çrbja. Po, a u qu në një nga Partia Demokratike ti thoshte, jo zoti kryeprokurori i Spakut, nuk mund t'i vendosish kapak se s'ka politikan dhe zyrtar të lartë që bashkëpunojnë me grupet kriminale, sepse e keni pas të arrestuar në datën kaq. E tha, Prit, një sekond. Vje keq. E tha Dumani. Jo, kush e tha? E tha vetë Dumani që... E tha vetë Dumani, asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ja mbylli gojën që thotë s'është e vërtet që është ndërprer bashkëpunimi i grupeve kriminale me politikanët dhe zyrtarët e lartë. Se ja ku e ke. Deputetët ishin hallit e Irina Gjoka. Pyetëm 5 pyetje për Irina Gjokun. Më bëj replika, pra, nuk është pyetje kjo. Cila pyetje do duhet bëhet, se çështja e Çrbjes është marrë në pyetje herën tjetër që ka kanë. Jo, këtë pyetje. Është 2024. Sepse u cilësu disa herë që krimi ka kënë pjesë e zgjedhjeve, e tha ose Beodiri dhe tha zoti Boçi, e tha për rast konkret. Është raportuar aktiviteti i Spakut për vitin 2024. Dhe për vitin 2024 o ka patur material Partia Demokratike për të rreshtuar. Në një kohë kur zgjedhjet i takojnë vitit 2025, do t'i raportoj kolegu i Dumanit kur të vi në detyrë. Okej, regjia me Kreshniku i lutem. Kreshnik, me njerë pasi doli lajmi për nisjen e hetimeve për numrin 2 të qeverisë, Rama i pyetur nga Deutsche Welle thot se drejtësia ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Tani, a duhet të jetohet në gjendje të lirë, a duhet të jetohet duke qenë zëvendës kryeministre, a duhet të jetohet duke qenë deputete? Tani dy gjëra a ka konflikt interesi të jetohet duke qenë në zyrën numër 2 të shtetit? Dy gjëra për të ditur për publikun. Po. Belinda Balluku nuk mund të arrestohet as me burg, as me arrest shtëpie. Regjia, ngrihe pak zërin se nuk e dëgjojmë në studio. Edhe një herë. Për publikun, Belinda Balluku as nuk mund të arrestohet me burg, as në arrest shtëpie, as nuk i merret pasaporta, as nuk i kontrollohet banesa, as nuk i merret celulari nëse nuk ka autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë. Për shkak sepse ajo ende është në pozicionin, ka mandatin e deputetes, përsëri Kushtetuta e Republikës Shqipërisë ka disa kufizime. Por nuk përjashtohet mundësia që zëvendës kryeministra e Shqipërisë ti komunikohet një akuzë dhe të hetohet në gjendje të lirë ose me të vetme në masë që mund të jetë siç është Sali Berisha detyrim për paraqitje. Pra, praktika e prokurorisë speciale ka rezultuar që të vetme në masë sigurimi, të cilën nuk e kalon në Kuvendin e Shqipërisë për autorizim, është detyrimi për paraqitje. Masat e tjera shtrënguese, që janë burgu apo arresti i shtëpisë, apo masat tjera të cilat mund të jenë apo çështje të kontrollit, sekuestros e tjerë, detyrimisht duhet kalojnë nëpërmjet Kuvendit. Është e njëjta procedurë që u ndoq edhe për Arben Ametaj.
dhe nuk ishte faji prokurorisë, sepse prokuroria ishte e detyruar ta kalonte në komision, ta kalonte në komisionin e mandateve, ta kalonte në kuvend. Pra, publiku duhet kuptoj që dhe unë parashikoj, për shkak dhe të praktikave që kanë ndjekur prokuroria speciale, le të themi me Monika Kurremadhin apo me çështje tjera për shkak të aspekti procedurial juridik. Aspekti procedural, unë po flas për procedurë. Sipas kodi i procedurës penale, po kodi etik dhe kodi politik, le të themi. A bie ndesh do në qënja e saj zëvendës kryeministre dhe një person e hetim? A përbën rrezik kjo për prishje provash dhe tek e fundit do a duhet ta shkarkoj kryeministri ose a duhet kjo t'jap dorëheqjen, siç kanë bërë pararencit e saj? Çdo gjë do të jetë në varësi të akuzës, që do të thotë çdo gjë sot ne nuk kemi një komunikim zyrtar për veprën penale, rrezikshmërinë e saj për një vepër apo për disa, kemi vetëm një lajm në media indirekt që flitet që për një çështje të pabarazisë në tendera. Po bëhet fjalë për një tender supervizim apo për gjithë çështjen e tunelit apo për disa. Unë mendoj që në varësi të rrezikshmërisë shoqërore të veprës duhet varur edhe pastaj kodi etik apo jo. Pra në bazë të shifrës së abuzimit, qofse është donë le të themi 2 milion, 3 milion euro, le të vazhdoj të rinë, ndërsa po është 100 milion, atëherë donë duhet shkarkuar. Jo, nuk këtë ka ishte të bëjë duke me thënë që ta kuptoj. Jo, nuk ka të bëjë me shifrën, se ka të bëjë me rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale. Jo të gjithë veprat, mund të jetë paragrafi i parë, mund të jetë në bashkëpunim, mund të jetë në mënyrë të përsëritur. Pra, vepra penale e pabarazisë në tendera apo e korrupsionit pasiv, parashikon disa paragraf. Dhe si pasojë e këtyre paragrafeve vendoset edhe masa e sigurimit, vendoset edhe strategjia e hetimit, është dhe qëndrimi etik apo politik. Sigurisht që nuk mund të ketë vlerësim disproporcional. Po duhet jetë proporcional në raport me veprën. Ende është herët për të paragjykuar si çështje, sepse ende nuk e dim. Thonë që janë sekuestruar telefona, po nuk dim se çfarë janë gjetur në telefona. Thonë që janë zbardhur në telefonat dhe janë gjetur biseda, po nuk dihet se për çfarë çështje janë gjetur bisedet. Domethënë, se është bërë kjo historia të telefonave si telenovel, po duhet presim me qëllim që mos e paragjykojmë. Unë si e parashikoj. Unë parashikoj që Belinda Balluku do jetohet në gjendje të lirë. Jo pse e them unë. Unë lexoj praktikën që ka ndjekur prokuroria posaçme. Kështu e ka ndjekur me gjithë gratë. Është gruaja Erion Velis e lirë, është Monika Kurremadhi e lirë, pothuajse të gjitha gratë nuk ka ndonjë grua politikane në arrest. As në arrest shtëpie nuk ka. Pra, tani do thoni ju kjo është më e rëndësishme në postin politik. Por kjo nuk do të thotë që edhe masa të jetë më represive. Megjithatë, duhet të presim se nuk përjashtohet mundësia që prokuroria të ketë çuar në kërkesë në kuvend. Ende nuk dim. Po nga media nuk kemi dëgjuar informacion indirekt që të ketë një kërkesë për mas sigurimi. Pra, i gjithë leximi im juridik procedural është që do i komunikohet akuzë sepse është kërkuar që të paraqitet me avokat, po do ndiqet në gjendje të lirë. Kështu lexoj unë. Veprimet e prokurorisë. Tani, ne duhet kuptojmë se duhet t'i kthejmë dhe pak asaj çfarë bëri sot zoti Dumani në sallën e parlamentit. Duhet kuptojmë që opozita aty kishte partnerin e saj më të mirë. Për shkak se në asnjë vend, apo të paktën në këto 35 vite, ne nuk kemi parë kur një prokurori të godasi siç është në Arati zoti Ahmeta, i cilit edhe kur i thonë që të vi për drejtësi, thotë s'ka mund se unë nuk kam bërë asgjë, unë jam i pastër, thotë zoti Ahmeta nga Zvicra, të tjerët i kanë bërë punët e korrupsionit. Kemi zonjën Balluku e cila pritet që është në hetim dhe pritet të shohim çfarë do t'i komunikojë Spaku, kemi zotin Veliaj, kemi Ilir Beqajn, kemi jashtë lojës Ajmir Tahiri, Vangjush Dakon dhe një ekip të tërë të Partisë Socialiste, të cilët ca janë pasekurave, ca do të shkojnë pasekurave. Ajo se çfarë ne pam sot ishin që një pjesë atyre deputetëve të paktën nga Partia Demokratike dhe zgjodhen një strategji shumë të gabuar sepse duke sikur kishin dëshirë për të bërë vetë ata prokuror që minin pyetje zotin Dumani.
Në këtë moment e vetë Partia Demokratike, në qoftë se nuk do t'ishte struktura e posaçme, e cila në fakt edhe sipas ndihmës së partnerëve ndërkombëtar me përgjimet Skajen Kroçat, një sër grupesh kriminale do t'ja u kishin nxirr jetën deputetëve të Partisë Demokratike dhe do të përsëriteshin ato raste që ne kemi parë shumë vite më parë ku eksponent Partisë Socialiste guxonin edhe vinin dorë dhe mbi deputet Partisë Demokratike sepse kishin mbështetje të grupeve kriminale nga pas. Dhe në këtë qasje ku ne jemi sot, të paktën politikisht po ta bësi dëshifrim zoti Baba Ramo, i vetmi aleat që i ka ngelur Edi Ramës në këto momente e ka emrin Sali Berisha. Sepse është në tërë këta që e kanë zgjedhur rrugën dhe e kanë vazhduar rrugën politike së bashku, Ilir Meta është pas sekurave, rilindja kineze që premtoi Edi Rama tashmë është pas sekura, dhe i vetmi njeri që është krah për krah me Ramën në këtë rrugtim politike ka emrin zoti Berisha. Dhe i vetmi njeri i cili ngjan partner zotit Rama në këtë rrugtim, për shkak se vetë zoti Rama nga këto goditje dihet që bumerangu do ta preki zotin Rama në këtë zhvillim, sepse janë gjithë partnerët e tij më të afërt dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt, cilët po shkojnë pas Spagu, dhe vetë dosjet që rëndojnë mbi zotin Berisha që i detyron të gjithë ata 46 rrogtar që janë aty, sepse janë zgjedhur nga zoti Berisha, por nuk janë zgjedhur nga vota e qytetarëve, dy që janë zgjedhur nga vota e qytetarëve janë Gjin Gjoni dhe zoti Ndoj, të cilët kanë treguar një lloj pavarësie sepse nuk i ndihen borxhli zotit Berisha. Ata të tjerë aty që i ndihen borxhli zotit Berisha për karrierën politike dhe që ju ka dhënë dhe mbase edhe disa nuk e kanë merituar, tashmë gjithë atë se çfarë ka ndodhur sot e kthyer në shërbim të një njeriu për të gozhduar zotin Dumani vetëm sepse ai po heton zotin Berisha si ish kryeministri i vendit. Vetëm kaq. Kompliku? Atëherë Ka një mbështetje, është obsesioni për që u tha këtu. Atëherë që nga zoti Spaju, se herën tjetër që isha këtu në studio, zotnia shkoj deri tek Bamir Topi. Këtë herë zgjolli Monika Kryemallin dhe vazhdon me obsesionin fajin e ka Saliu që nuk arri me kuptu logjikën. Sulmi që u bë zotit Dumani ka lidhje direkte me faktin që minimizon krimin që kanë bërë këta. Pra, kena të bëjmë me akuza që nga zoti Velie, pra, për ato të mbrëmshmet e për ato veshjet e shtreta, ndërkohë që kena një super vjedhje, kena një krim elektoral që nuk zbulohet, dhe në raportin e fundit të OSBE Odirit, thuaj qartë që drejtësia u përdor si armë politike. Pra, nuk e di se në çfarë momentit drejtësia ka aleati kryesor i opozitës shqiptare, sepse për gjatë 4 viteve të fundit ne kena pas një sulm i cili ka pas produkt pra politik, pavarësisht se ka qenë drejtësia pavarur, pra me marrjen 300 ditë të zotit Berisha, 2 liderët e tjerë të opozitës, zotin Meta dhe zotin Mediu nën hetim, pa përullu asnjë gjë për sa i përket drejtësisë, por politikisht duke i bërë shumë dëm opozitës dhe u pasqyrua kjo në raportin e fundit të OSBE Odirit. Në të njëjtën kohë, të njëjtit vëzhgues, vjen re përfshirjen e organizatave kriminale për herë të parë, pra përmenden përfshirja e organizatave kriminale në zgjedhjet e fundit, ndërkohë që zoti Dumani thet krejt kundërtën. Pra, në këtë kontekst, unë nuk e shoh se në çfarë momentit drejtësia jashtë bë aleate ose ka aleatja e fundit ose kryesorja e opozitës, dhe aq më pak me kuptu pse zoti Berisha ka pengesa e vetme e rrëzimit të qeverisë aktuale. Unë e kuptoj, sepse është kthyer në doktrinë kjo fajin e ka Saliu, por është diçka që përsëritet kaq shpesh. Kjo është një mekanizëm që përdoret prej 80 vitesh, pulat i vollën ballistat, arin e morën zogistat, detin e shitën demokrat, vetëm komunistat dhe këto që kanë ndryshuar emrin sot i shërbejnë Shqipënisë. Dhe fajin e ka opozita. Do të thënë, unë kam jetuar 7 vite në Francë dhe kam njoft prej ton vendeve të botës, realitetet ndryshme nga Kina, Amerika e Jugut, vendet perëndimore me demokraci funksionale, dhe në asnjë moment në diskutime miqësore unë s'kam ndonjëherë që thuhet fajin e ka opozita. Dhe i vetmi vend në botë që i fajin e pas ka opozita, po çka se gjithë gjërat që ka thënë opozita në këto vite janë tu dalë të vërteta, pra, dalin me raportet e OSBE Odirit, dalin me këto e vetëm majt e icebergut mjaftojnë me kuptu sa korruptume është kjo qeveri, dhe gjitha këto akuza i ka ngrit, për nuk janë disa çështje që i morri prokuroria prej fillimit dhe i çovi dhe i shkoi mrapa politikanëve. Jo, më janë shumica ose të ardhuna nga jashtë ose nga presioni publik i ngritur nga opozita shqiptare. Dhe opozita, unë e tham shpesh, nuk ka asnjë opozitë në botë, dhe aq më pak kjo opozitë që ka kaq e dobë sipas
kësaj që thuhet, që pengon dikë tjetër me e bë opozitën më mirë. Kjo opozit po e bën më mirë se askush, dhe kjo opozit po vlerësohet nga publiku, dhe kjo opozit ka mundësu që me pas në i fje opozit ky vend. Dhe në fundit, pavarësisht se u përdor administrata e shtetit, pavarësisht se u përdor organizatat kriminale, pavarësisht se u përdoren parat në zgjedhjet e fundit, arriti me thanë që, shiko, 700.000 vota opozitare janë numru në kutit e votimit. Pra, në asnjë formë nuk ka faj opozita shqiptare. Opozita po rrëzon fasaden e këtij regjimit. Në një sistem autoritar, ka që mund bëjë një opozit. Dhe shpresoj që ne të arrijmë me gjetë një aleancë me shoqërinë shqiptare për me rrit presionin nëpërmjet protestave, siç është thënë, për me rrëzu këtë qeveri. Po nuk e kuptoj çfarë fajt mund të pas opozita dhe si ka pengesë. Zoti Prençi, kthehemi tek rasti i zonjës Balluku. Qenia e saj numër 2 e pengon hetimin apo jo? E pengon shumë. Pse? E pengon shumë sepse është provuar që një zyrtar i lartë shteti, aq më shumë kur ne kemi thënë që atë që shpreh më parë që Rama nuk është se ka thirrur në qeverisje profesor, njerëz me integritet, të cilët ndjejnë përgjegjësinë për menaxhimin e sektorit ku ata punojnë. Tash ka zgjedhur dallkauk për t'i përdorur për një periudhë të caktuar. Zonja Balluku është përdorur në të gjitha postët që ka patur, është përdorur pikërisht për këtë. Duke patur një prapavit fort politike, po dhe një lidhje të ngushtë. Do ka ngrënë Rama dardh pas kurrizit të Ballukut, jeni duke thënë. Ka ngrënë nëpër duart e Ballukut. Sepse Balluku ka patur prapavi politike Ramën, ndërkohë që ka pas mbështetje dhe suport fuqishëm nga grupet kriminale. Është denoncuar publikisht lidhjet që Balluku ka përdorur në zgjedhjet në qarkun e Firit. Kur nuk mund ndodhte që në Fir një forcë politike që ka rrëzuar komunizmin të dilte me 4 deputet në qarkun e Firit me 16 deputet. Fitoi edhe në Dormenas. Këtu në këtë pikë jam plotësisht dakord me zotin Kopliku. Këtu në këtë pikë. Unë kur e thash shprehjen, nëse ai e ka keq kuptuar, unë kam thënë që përgjegjësia sot Dumani tha që përgjegjësia nuk është vetëm e jona, që për shkak të numrit vogël të prokurorëve, stafit e tjerë, kaq kemi mund të bëjmë. Por administrata nuk e ka inkriminuar Spaku. Zyrtarët e lartë shtetëror nuk e ka inkriminuar Spaku. Bërjen e ligjeve me lobim të oligarkëve nuk e ka bërë Spaku. E kanë bërë partitë politike, dje dhe sot. Ne kemi dëshmi dhe kemi njerëz thirrur në SPAK që janë imponuar në ministrinë e zonjës Balluku për të hartuar ligj të ri brenda natës për të dhënë pronat në Bregdet për t'ia dhënë oligarkëve. E kanë deklaruar njerëzit në SPAK. Pra, e kupton që qëndrimi i një pushtet... Cilën çështje jeni duke thënë doon që janë? Çka kanë dhënë? Janë disa çështje, Ilir. Mos të kalojmë me emrat përveç, sepse unë po t'i them dhe me emra, se nuk pyes shumë i them. Shiko, këto zyrtarë, si puna e Ballukut, këto e shtrydhin administratën. O do bëjnë si që thonë ata, o s'ka. Nuk është që të bëjnë si pas ligjit. E në përkëmbin për të vënë në interes të oligarkëve, të grupeve kriminale. U qarkullua fjala dhe unë me Koplikun prandaj bëra debatin që a kishte të bëte, po du t'insistoj kush nga grupet kriminale ka bërë presion Spakut dhe prokurorisë. Sepse është përmendur ajo. E ka thënë vetë Dumani që kemi presionin e krimit organizuar. Kemi dhe presionin e politikës. Ati du t'insistoj me pyetja. Sepse kjo është themra e akilit. Kush janë këto politikanë që i bëjnë presion Spakut? Për cilët çështje i bëjnë? Sepse unë jam i bindur që shmangja e Ballukut sot, që mos shkojnë në SPAK, është për t'i dhënë kohë për ndërhyrje tek prokurorët e tjerët me qëllim që të ndiqet rruga më lehtë për zonjën Balluku. Unë jam plotësisht dakord me standardin që përmendi zoti Spahiu, që tha Kreshniku, që tha që asnjë zonjë nuk është futur në burg, por me mas detyrim paraqitje. Po, le ta aplikoj Spaku, detyrim paraqitje, po në fund të fundit gjykata mund të procedojë edhe me pezullimin nga detyra. Gjykata.
Gjykata ka të drejton të shkarkoj nga... A ju kujtohet kur gjykata ka pezulluar nga detyra drejtorin e përgjithshëm policisë, Haki Qakun? Ish drejtorin e përgjithshëm policisë? Po jo zënës kryeministrin që vetë votojt parlament. Kush mo? Zënës kryeministri do në është merë mandatin parlament. Pikërisht pra duhet të gjej rrugët Spaku dhe gjykata nëse janë të pavarura. Kjo është vija kuqe. Do të kaloj Spaku vijën e kuqe. Vija kuqe kalohet me zëvendës kryeministrin dhe me oligarkët shqiptarë. Nëse nuk arrestohen ata që blenë ministrat dhe kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin, hiqe Ballukun, vej një zëvendës kryeministri tjetër, prap oligarkët do ta blenë. Prap grupet kriminale duhen futur në burg dhe ata që e blenë qeverinë. Kjo është vija e kuqe e Spakut. Për ta patur besimin opinioni publik apo të mos e patur, sepse unë jam plotësisht dakord. E numëroj i nderuar i parës, të gjithë ato zyrtarë të lartë, ministra, ish zëvendës kryeministri, zëvendës kryeministra, plot e shumë tjerë. Ne s'kemi para si biznesmen të fuqishëm. Po marrin tendra marramendse me nga 22 milion euro 1 kilometër rrugë. Në asnjë vend të Bashkimit Evropian, në asnjë vend nuk kushton më shumë se 14. E njëjta standard rrugë në Shqipëri 22. Është vjedhje shumë e madhe. Pra, ne po diskutojmë që është vjedhur 70 milion euro, 90 milion euro vetëm në tunelin e Llogaras. Minimumi 50 është vjedhur. Sepse e ka me letra 50. Është shtuar, është hequr një konkurrent dhe është dhe një konkurrenti tjetër që është. Skandali i aeroportit Vlorës. Janë të gjitha në vartësi të Ministrisë së Infrastrukturës. Është ministria që posedon, përdor, apo keq përdor, ta thomi si të duam, më shumë se 1/3 e buxhetit të shtetit shqiptar. Normalisht, shumica e drejtorëve dhe ish drejtorëve, përfshi edhe Benet Beci, që është kryetar bashkie, janë në burg ose në hetim. Po në rast se gjithë këto zoq vjedhin po kloçka, çka ka bërë? Qa efekti do ketë në Partinë Socialiste kjo thirrje e Ballukut në marrjen në hetim? Unë mendoj që do të ketë një efekt bumerang, duhet kuptojmë që zonja Balluku ka pushtet, o i është deleguar, o e ka marrë brenda Partisë Socialiste, këtë nuk mund të ndaj dot, po për shkak se gati dhe ajo një grup parlamentar brenda PS se ka, për shkak të individëve që ajo ka zgjedhur. Kishte edhe velia e grup. Dakord, po. Shumë të fuqishme. Koha ka treguar, deduksioni politik ka treguar që sa herë që janë përplasur me kryeministrin, kryeministri fiton. Por çështja që ndron. Në këtë rast kemi një përplasje me kryeministrin? Po do të kemi, sepse sa herë që ngushtohet laku është e domosdoshme që do të ketë një përplasje. I ka kërkuar dorëheqjen kryeministri? Çështja unë nuk mendoj që ti ketë kërkuar dorëheqjen kryeministri, sepse mendoj që dhe vetë zoti Rama ndjet në këto momente ndjet pozita shumë vështira, për shkak se zonja Balluku ka qenë njeriu më i afërt pranë tij. Kështu që në këtë kontekst të zhvillimeve politike duhet kuptojmë që çfarë sjellje do të ketë zonja Balluku apo çfarë qëndrimi politik. Kemi parë që zoti Velia i dërgon vetëm mesazhe në TikTok, por nuk shprehet. Thot kur të flasëm do të jetë një breaking news. Sajmir Tahiri iku në heshtje. Vangjush Dako po që nuk foli. Duhet kuptojmë që cili do të jetë qëndrimi i zonjës Balluku. Mbi referencat që do të mbaj apo mbi qëndrimin që do të mbaj zonja Balluku, atëherë do të jetë dhe përgjigja e kryeministit Rama. Po që në këto momente një luftë të heshur brenda PS-s, ne e dim që ka kohë që ka ndodhur që në mesazhet që japin eksponent brenda Partisë Socialiste, të cilët me një tani palët bien, pala e Veliajt me palën e Ballukut bien, bëjnë paqe, bëjnë anëpushim me njëri tjetrin apo paqe nuk në politikë. Po njëri me mend çikallin ton. Kur mos thuaj kur është çështja, por çfarë nuk mund ndodhi. Fakti që janë shtuar brenda Partisë Socialiste Nesti Angonët, Partia Socialiste është në hall. Sepse këto lëvizje të fuqishme nuk vinë për shkak të aktivitetit të prokurorisë. Vinë për shkak të deponimit ose letrave anonime që kanë filluar Nesti Angonët për të quar, sepse ma bëre mu do të ta bëj dhe unë ty. Do të tregove se çfarë kam bërë unë? Pra kishim një Nesti Angoni të Veliajt, kemi dhe një Nesti Angoni të Ballukut. Jo një, disa. Normalisht prokuroria këto e ka të drejtën e punës të përdori cilin do person që afrohet për dhënë informacion.
dhe për të deponuar person që din rrethonat e hetimit, nuk i kemi vetëm nga telefonat, por për çështjen e llogaras, edhe për çështjen e tendrit të madh të tunelit, edhe për çështjen e supervizimit dhe kolaudimit të punimeve, ka materiale që janë gjetur në telefon. Ka materiale që janë dekriptuar. Çfarë përmbajnë ato materiale? Ç'është ndërhyrje drejt për të favorizuar kompaninë e Ilir Babaramës. Do të këtë ta fitoj filani. Patjetër. Të përjashtohet ky edhe ne. Më ka marru se fakti që shiko, është e njëjta skem që ka ndodhur në bashki. Në bashki, për te asaj që kur i mendoj që kush janë bërë drejtorat e përgjithshëm edhe drejtorat e bashkisë Tiranës, sa njerëz pas një lloj eksperiencë në punë dhe kanë menaxhuar buxhetin prej 1 miliard eurosh në bashkinë e Tiranës, llogaritë këta njerëz kaq të aftë se kishin mendjen nga punët e bashkisë. Këto krijuan kompanitë e tyre për të grabitur buxhetin e bashkisë Tiranës. S'mjaftoni 20%. Dhe taksat e nuk mjaftonin këto leje të ndërtimit të këto gjëra, këto që merrshin 20%. Po duhet grabiti buxheti. E njëjta metodë është që zyrtarët e lartë të Ballukut kishin kompani private, të cilat merreshin me ndërtimin, me supervizimin, me kolaudimin e punimeve të Ministrisë së Transporteve. Kor shi grumbullo pa firo, thoshim ne kur ishim njëri në fushatën e regjimit totalitar. Dhe këtu nuk lenin të firoj asgjë. Dhe më e forta, sepse këtu po të vi një kompani serioze, po marrim një kompani austriake apo një gjermane, dhe të vi të bëj supervizimin e vepër. Shiko, Ilir, se nga njerë ka përsem nga një temë në një temë tjetër. Po janë të lidhura me njëra tjetër, në të komunikuse. Do të listoj, nuk do të them numrin 10, se pas e del që sikur po mermi me 10 ose me 11. Një numër veprash. Në 12 vite ka rruga e Arbërit. Është bypassi i Vlorës. Është aeroporti i Kuksit. Është aeroporti i Vlorës. Është Tigri 1 dhe Tigri 3, Thuman Kashar, edhe shumë vepra tjera, që është inceneratorët. Më e vogla nga këta është 430 milion euro, është inceneratorët. Pastaj vjen rruga Arbrit që ishte me 265 dhe ka shku me 485, shto ujë, shto miell, edhe kur nuk u bë dhe tani që është bërë, ke aksidente, çdo ditë vdesin dibranët, edhe rrëshqet rrugë. Sepse s'është rrugë, pra, nuk është rrugë. Është bërë rruga më skandal që mund të jetë në Ballkan. Në Ballkan. Tani më thuaj mu, cila nga këto vepra, ju si gazetar, keni djeni se ka mbaruar, ose rruga e Ersekës që rrëshqiti komplet, u shpartallu. Pra, në 12 vite, këto kanë qenë investimet më të mëdha, strategjike për infrastrukturën dhe për mirëqenjen e shqiptarëve. Unë nga këto vepra 10, 9, 11, asë njëra nuk kam mbaruar. Ura në Kuks, ajo ura që u ba me hekur, e dinti që funksionë vetëm 2 korsit e brendshme, se po të kalojnë kamionat në korsit e jashtme, shkon vibrimi i urës vetëm në aks, në bosht. Edhe janë mbyllur nga policia me ato trafik ndarësët plastike, fosforishente. Pra, e thënë ndryshe, çdo investimi bërë nga kjo qeveri, për shkak të babëzisë dhe vjedhjeve, është bërë keq, nuk funksionon, nuk ka mbaruar, bypassi i Vlorës u përsërit për s'dyti, po janë para të taksapaguzëve shqiptarë. Pra, unë pikërisht këtu e kisha edhe atë problemin që thash që u mërzit Tedi, që grupi parlamentari i Partisë Demokratike sot kishte armë shumë të fuqishme po të shkoshin të përgatitur. Për të cilën do flasim në një moment tjetër të dytë. Duhet goditëshin sot me pikërisht këtë, se në fund të fundit, llogaria bëhet për mirëqenjen e shqiptarëve dhe për të ardhmen e shqiptarëve. Do jetojmë me qetë, apo do jetojmë në pushtetin e kemi kaluar 5 minuta nga programacioni. Duke falënderuar 4 të ftuarit e pjesës së parë, do kalojmë në një hapësirë publicitare. Dhe në pjesën e dytë do të flasim për atë çka po ndodh në Kosovë, ku duket se qeveria Kurti urrëzua dhe kthehet në një qeveri në detyrë deri në zgjedhjet e parakoshme. Publicitet.